إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesë marrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na udhëzoi dhe nuk na la të hutuar. Na zripi libër dhe na dërgoi pejgamber, ku na mësoi dhe na paralajmëroi për çdo ndodhi që do të ndodhe deri në ditën e gjykimit. Pra sot me emrin e Allahut Azza wa Jall do të flasim shkurtimisht mbi fillimin dhe mbarimin e shekullit të shejtanit. Ashtu siç paralajmëroi pejgamberi Allahut me një hadith që e kanë nxjerrë Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri një lutje dhe një dua. Çfarë u lut pejgamberi Allahut? Pejgamberi Allahut bëni dua dhe tha: Allahumma barik lana fi shamina, Allahumma barik lana fi yemenina. Pejgamberi Allahut ju lut Allahut Azza wa Jall me këtë lutje dhe i tha: O Zot i madh, na beko në shamin ton, dhe ju lut Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall bekime dhe bereqetet e tij t'i zbrese në Yemenin ton. Të pranishmit i than: Ja Rasulullah, bare dhe një lutje për Nejdin ton. Pejgamberi Allahut sërish e përsëriti dhe tha: O Zot i madh, na beko në shamin ton, o Zot i madh, na beko në Yemenin ton. Thot Abdullah ibn Omeri, sërish kërkuan nga pejgamberi Allahut që të lutet për Nejdin ton, megjithatë pejgamberi Allahut vazhdoi njëjtën lutje, e pasi që u lut 3 herë, tha pejgamberi Allahut: nga ajo zonë, në atë zonë do të ketë dridhje të tokës, në atë zonë dhe nga ajo zonë do të lullzojnë dhe do të dalin sprova dhe fitnet, dhe nga ajo pjesë do të shfaqet briri i shejtanit që pejgamberi Allahut e quajti qarnu shejtan. Fjala qarn, vëllezër të ndershëm, ka di kuptime. Në gjuhën arabe qarn i thojnë brinit, gjithashtu dhe qarn i thojnë shekullit. Ka thoni Ibn Hajar al-Asqalani dhe dietarët e hadithit pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut ka pas për qëllim se nga lindja do të shfaqen sprovat dhe për karasit e sprovave pasuesit e shejtanit do të shfaqen nga pjesa e lindjes. Që ai që qëndron në Medinë, lindja është, vëllezër të ndershëm, i bjen tokat e Irakut të sotëm, apo Nejd, i thojnë pjesës së lartësuar, pjesa lindore që kofizohet me gjirin persik. Nga këto vende do të shfaqen, vëllezër të ndershëm, ka thonë pejgamberi Allahut, do të shfaqet brini i shejtanit. Pra thot Ebu Uthman e Sabuni el Asfahani,
Kur e komenton hadithin e pejgamberit Allahut se çifotët janë ndarë në 71 grup, krishterët do të ndahen në 72 grupe. Thot pejgamberi Allahut, ummeti im do të përçohet dhe do të ndahen 73 grupe. Të gjithë do të përfundojnë në zjarr, përveç se një grupi i shpëtuar. Dhe e pyetën pejgamberin Allahut se cili është grupi i shpëtuar, tha ato të cilët i përmbahen asaj që jam unë në ta dhe që më ndjekin shokët e mi. Këto janë, kjo është grupi i shpëtuar, siç e komentoi pejgamberi Allahut. Thot Ebu Uthman Sabuni, bazat e bidatit që janë shfaqen janë nga lindja, dhe ato janë të grupe kryesore kyçe, dhe nga ato janë degëzu dhe kanë arrit 72 grupe, si që i përmen pejgamberi Allahut, apo dhe më shumë se 72 grupe. Kush janë këto? Janë Khawarijët që kanë dalë për Irakut, Rafidit, Shiat, të cilët përvajtsojnë sot shtetin e Iranit. Dimët imamat bojnë pjesë në grupin e Rafidive, Kaderit dhe Xheberit. Gjithashtu vëllezër të ndershëm janë edhe Murxhit, Xehmit, dhe siç ka ardhur në thënien e Ebu Uthman el Sabunit, dhe gjithashtu grupi Nexhari. Këto janë këto grupe bazamente, të gjithë janë varë nga këto, dhe këto kanë dalë që ja kanë prish ideologjinë. Këto janë ata të parë që kanë shfaq bidate dhe risi në çështjen e besimit, në çështjen e ibadetit, në çështjen e devijimit. Pra fitnë siç paralajmëroi pejgamberi Allahu se do të shfaqen nga lindja. Dhe në akhir i zaman thot pejgamberi Allahut, ai i cili do të përpiqet që të mashtron dhe të devijon në aspektin intelektual, në aspektin ideologjik, është e që e përfundon kapitullin shejtani me shfaqjen e Dejxhallit që do të dale nga lindja nga Asfahani. Pra vëllezër të ndershëm, ne kur flasmi për shekullin e shejtanit, vallë për cilin pjesë të apo cilën epokë që ka kalu kjo dunja e kemi për qëllim. E kemi për qëllim fazën që paralajmëroi pejgamberi Allahut, ko po shtetet do të kalojnë në disa faza, dhe pejgamberi Allahut në hadithën e Hudhaif ibn Yaman i përmend vetëm 5 faza. Pra në njohë me kujdesje dhe vëmendje, ku pejgamberi Allahut para më shumë se 1400 vite na njoftoi se si do të hecë botën këtë dunja, nga se siç kanë thonë dietarët se pejgamberit Allahut nuk e ka fshehur asnjë sen që komendon deri në ditën e gjykimit. Është privilegju pejgamberi Allahut me informata, derisa thuat se nuk ka sen që komendon deri në ditën e gjykimit, vetëm se është informu pejgamberi Allahut përveç se për sende që përmendet në Kur'ani Kerim, që Allahu Azza wa Jall i ka përvetësu dhe nuk ja ka njoftu askujt. Para pejgamberi Allahut thot, në ditën kur musliman do të çlirojnë Konstantinopolin pas Stambollin e sotëm, që do të bjenë në ekopimin e evropianëve, dhe ata dhe në mendojnë se shumë shpejt e pastaj bëhet çlirimi sërish Istanbulit, Konstantinopolis. Thot pejgamberi Allahut, atëherë vërtet dhe nuk mund të doron shejtani për këto ngallënime të muslimanëve, të cilët do të rënojnë shekullin e shejtanit. Do të vërtet do të thotë se ju keni ardhur në këtë vend për ta çliruar, ndërsa në tokat e Shamit është shfaqen Dejxhalli, dhe pejgamberi Allahut thotë, në atë kohë i pari atinve do të dërgojë një delegacion me kalorës që të verifikojnë këtë lajm. Thot pejgamberi Allahut i di numrin e tyre, i di gjithashtu dhe gjirën e kuajve të tyre. Pa pejgamberi Allahut është informu prej anës Allahut Azza wa Jall se çfarë ka me ndodhur dhe çfarë etapa kanë mi kalu muslimanët. Pejgamberi Allahut na paralajmëron që të kemi kujdes dhe ne ti mormi masat
Masat e mbrojtjes për ndryshe do të dështojmë si që kanë dështu ata të cilët praktisën Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit Allahut. Pra Hudhaifa na tregon dhe thot se këto janë ato faza që kanë mi kalu pushtetet të cilat vijojnë pas pejgamberit Allahut. Tha pejgamberi Allahut do të qëndron pejgamberi Allahut në mesin tuaj, sa donë Allahu Azza wa Jall, pastaj do të ngrit, dhe kjo qëndroi me vdekjen e pejgamberit Allahut, kjo baroi, pastaj tha pejgamberi Allahut, do të vinë pas atyre khulefat ar-rashidin, do të jenë dhe makamësit e pejgamberit Allahut, që do të thondojnë, do të gjikojnë metodologjinë e pejgamberit Allahut, pa u larguan as pak nga Kur'ani dhe Suneti pejgamberit Allahut, me një transmetim tha do të zgjatë 30 vite, pastaj Allahu Azza wa Jall do ta ngrit dhe ashtu ndodhi. Pastaj tha pejgamberi Allahut ka thaj, pastaj do të vjene mulkun ad, mbretëria e ka fshuar, që do të thot e shtipur. Dhe vëllezër të ndershëm, nëse lexojmë dhe një hadith të pejgamberit Allahut, ku transmeton Abdullah ibn Omeri që pejgamberi Allahut flitte për fitnet dhe sprova që kanë me ndodh, i përmeni pejgamberi Allahut mesin e sprovave dhe fitneve 3 më të mëdhaja. E para nga atinve që e përmeni pejgamberit Allahu, tha do të shfaqet fitnatu ahlas. Tha ja Rasulullah, çka është fitnatu ahlas? Fjala hils do të thot plaf, që i vijet kalit në nshal, që vazhdon apo i thuat edhe te pijes që qëndron gjatë pa u ndërun në një vend. Pra kjo nën kupton të se pas khilafetit të menhegjin e pejgamberit Allahut, në metodologjin e pejgamberit Allahut, do të jetë fitnatul ahlasi, që nën kupton se këto mbretëri, këto qeveri, kanë me qeverisën gatës, si qëndron plafi mbi shpinën e kalit, vëllezër të ndershëm. E pyetën pejgamberin Allahut dhe i thanë, ja Rasulullah, çka do me thonë fitnatu ahlas? Tha pejgamberi Allahut, harabun wa harabun. Tha pejgamberi Allahut, vjedhje, plaçkiqje, shpërngolje, ikje, luftëra, çrregullime, trazira. Kjo është fitnetul ahlasi që ka pas për çdo periudhë, vëllezër të ndershëm. Pastaj tha pejgamberi Allahut, njerëzit tha do të ballafaqohen me një sprovë tjetër që i thuat fitnetus sarra. Pastaj do të vjene fitnetus sarra. Fitnetus sarra është fitna e mirësive dhe bollëkit dhe mirësive që vëllezër të ndershëm dietar thojnë, ka qenë periudha që ka kalu prej mulkun ad, që thonë të pejgamberi Allahut do që ndërojem, pra ki mbretëria e shtipur derisa don Allahu, jo derisa dojnë ato, pastaj Allahu Azza wa Jalla ngrit, e pas asaj tha vijon, tha mulken xhabara, tha pejgamberi Allahu, pastaj do të vinë, tha udhëheqësit kriminal që shtipin popullin dhe bojnë zullum, dhe tha pejgamberi Allahut, këtu e përmeni në mes këtyre do të ndodhe fitnetus sarra e bollëkot, që njerëzit aq mirësi dhe bollëk do të kenë në këtë periudhë të madhe. Apo kanë thonë disa fitnetus sarra është prova e komplotëve, nga se bëhen komplotët pas perdeve, bëhen komplotët në mshatësi, para ta fjala sirr do të thot fshatësi. Këto janë ato komplotët që janë këthurën vëllezër të ndershëm për pas perdeve, dhe ummeti musliman do të kaloje, tha, me një fazë që quajtet mulken xhabara, që diktatorët do t'i sundojnë njerëzit dhe do të bëjnë zullum mesin e atyre, e pastaj vëllezër të ndershëm në fund të kësaj periudhe shfaqet fitne të duhajme, që fitna e errësirave, sprova e errësirave, që thot pejgamberi Allahut, s'ka me lon shtëpi pa e godit, dhe s'ka me lon njeri pa u godit nga jo sprov. Disa dietar kanë thonë fitna, sprova e trazirave të popullit, të revolucionit, sërish të popullit, protestave të njëpasnjëshme, mos ndëgjimi dhe mos respektimi udhëheqësve për çka teprimit të tyre në zullum dhe padrejtësi,
Pra vëllezër të ndershëm, ne shohim se shekulli i shejtanit faktikisht ka filluar me datën 1924, kur u përmbys khilafeti i ekzistues në atë kohë, gase para në herë në historinë e njerëzimit, është vëllezër të ndershëm që të shtetet marrin përsipër dhe mbrojnë me ligj të tyre ateizmin dhe mosbesimin. E para ndodh sipërfaqen e tokës në vitin 1924, dhe s'ka dyshim se kryqëzimi i këtij khilafetit të ashtu të në atë gjendje si ka qenë nuk ka ndodhur për një ditë. Ajo shkalbën qish më herët për shkak dukurive të cilët janë shfaqen në këtë periudhë, nga se njerëzit kaluan nga adhurimi i Allahut Azza wa Jall në adhurimin e varrezave. Njerëzit shenjtëruan njerëzit dhe harruan shenjtërinë e Allahut. Njerëzit grabitën pasurinë e njerëzve. Para të lejo të ndërshën khilafeti Osmanëve që ra në vitin 1924, ajo i paraprini shumë dukuri, shumë rrethana. Një ndër dukurit më të manit se vlejo të ndërshën që e banën që të dobësohet khilafeti, nga se njerëzit i lidhën zemrat e tyre me varrezat, u përhap sufizmi, u përhap gjithashtu doktrina e filozofisë sterile që nuk jep efekt vlejo të ndërshëm. Për këtë arsye dikush pretendon se këtë mjegull, këtë errësirë të shejtanit kanë mundësi me njëjtët ideologji me largu hejhat e hejat. Nuk largohet errësira e shejtanit, vëllezër të ndërshëm, që gjunjëzuan në gjoksën e umetit, vetëm me rikthimin Kur'ani Kerimin dhe sunnetin e pejgamberit Allahut. Dhe këtë e paralajmëroi pejgamberi Allahut me një hadith të vërtetë dhe thot: "Badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada." Shejtani si ka fillu Islami të mëkambët, si ka mor hapat e para Islami, ka qenë huaj pejgamberi Allahut kur ka ardhur në mesin e popullit i huaj, i kanë thonë ka ardhur me fe të re, ki dal prej traditave baballarve ton, i ki lon zakonet tona, po na i lofton traditët tona, po na i lofton këtë dhe këtë. Kështu Islami, vëllezër të ndërshëm, ka fillu zanafila Islami deri në triumfim. Dhe thot pejgamberi Allahut, njëjtën metodologji, në njëjtën mënyrë, i mëkambet Islami në akhiri zaman, kur t'i shohin njerëz që përmisojnë mesin e umetit dhe tentojnë t'i kthejnë librën e Allahut dhe sunnetin e pejgamberit Allahut si abanxhi. Fol gjithë ditën til, babën e vetë e vorros, apet baba gjisi i ka thonë, apo i hoxha, i cili tenton dhe të ero me amor, me aknu një kullu Allahu ahat te vorë. Fol gjithë ditën, tha i dhom gjithë ditën, se na nuk e kena ndërmen me e gdor nga ajo që cilët bojnë biznis hoxhallarët me të vdekurit tanë. Na nuk kena ndërmen me ndryshu asgjë, nuk ndryshon gjendje këti umetit, për derisa umeti nuk ka guxim të ndryshon gjendje në vetë. Pra të lejo të ndërshëm, shkaqet e ramjes së khilafetit, shkaqet që njerëzit janë largu pej dinit Allahut, ashtë si që ka thoni Ibn Jauzi, nga se ju ka fik dritët shejtanit dhe ndonë të fike dritën e Kur'anit dhe sunnetit pejgamberit Allahut, pastaj s'ka problem se edhe liberezën e komunizmit është në gjep pa problem. A nuk ka ndodh me neve? A nuk po ndodh ende? Pra të lejo të ndërshëm, shejtani e ka nga një betejën e ti me vitin 1924, kur e ka me njanu ligjin e Allahut Azza wa Jall, dhe kur ka nërë komunistat dhe marksistat të cilët e kanë bon fetët tine ateizmin, e kanë mbrojtën vëllezër të ndërshëm me hekur dhe zjarë, Lenini dhe Stalini, vetëm në lindjen qendrore, vetëm në azin qendrore, vëllezër të ndërshëm, i kanë mbytën ma shumë se 300.000 ulema, ma shumë se 300.000 ulema. Edhe dalin komunistat dhe marksistat sheshesin prallë dhe të në thojnë se a i ka mitë. Hoxhallarët e ulemat e Rusijës e ki pas kalon hoxhallarët
dhe ulemat të cilët kanë trashëguar nga pejgamberi Allahut, i kanë mit ulemat e ehli sunnetit, sikur sot anashkalohen dhe lihen pas dore ata që e kuptojnë librin e Allahut, sunnetin e pejgamberit Allahut. Ngelafçat vëllezër të ndershëm, i kemi mufti. Para ta të vërtetën e thënë të i hoxha në bankë, kur ishin bankat e Damaskit, thënë të njoni prej atinve ishte ngelafç, flintet një gjithë ora, thënë të lene këtë gjumofshin se ki bëhet mufti. E pasha Allahun, qaja bo mufti sot në shumë treva vëllezër ndër, qaj ti pret fetfa, qaj të varros babën tanë, qaj të mëson gjallin tanë, taj donë me qunë gjennetin Allahut. Si ka me qunë gjennetin Allahut vëllezër ndërshëm. Kur të Osmanli vëllezër të ndërshëm, faktikisht kur u me njanuan shariati nga jeta e përditshme të atyre, e humbën khilafetin, e humbën burojën që e kishin, që thonë të pejgamberi Allahut se i pari khalifja mbroja muslimanve, luftohet me ta dhe mbrohet me ta. Vëllezër të ndërshëm, e arriti këtë shejtani, pastaj nuk e la me kaq. Po ato e banën gjithashtu vëllezër të ndërshëm, të parën çështje që e banën sa i Kizbiko 1917 në nshkërojtën dhe i përçan umetet e muslimanve, i dan tokat e Shamit, i dan tokat e Irakut dhe Egjiptit, për çka se e dishin se musliman të bashkuar nuk ka mundësi që dikush t'i triumfon. Dhe perëndimi nuk ishte diç tjetër vetëm kazme e lindjes vëllezër të ndërshëm, kështu ka thonë dietar, për çka se trupin e khilafetit e ka rënu me besditni, e ka në rënu bidatxhit, siç po na rënojnë neve fen dhe po na vonojnë fitoren, po na shesin për Allah se si për cellët i vdekni, po na shesin për Allah vëllezër të ndërshëm, për t'i borë dhe të tuat në gjepin tanë, për t'i qti në gjepin tem, loj bidati dhe risi. Edhe kjo met ende thot amin, edhe na kritikon, pse ju ndrishe, pse ju po flisnit. A thu pejgamberi Allahut ka qenë ndrishe, a nuk i kryen as umra as haç, si po falshin në Qabe, si po falshin në Mekke. Mirë po vëllezër të ndërshëm, jo, ne ende kena në shpirt mashtrimet, ende komplotët e shejtanit. Nuk ka mundësi që një ummet të shërohet përderisa ai orientohet me bidate dhe risi, që pejgamberi Allahu thonë të çdo risi janë dalalet. Çdo risia dalalet, ne vetëm kohën bashkore gjejmë dhe xhallar që thojnë ka bidate që janë hidajet. Pejgamberi Allahu thot dalalet, ki thot hidajet. Para ta vëllezër të ndërshëm, ke kujdes që lisit se nuk pranohet as ibadeti jot, nuk pranohet as namazi jot, nuk pranohet as haxhi jot, nuk pranohet as agjerimi jot, nuk pranohet as një ibadet yti përderisa nuk e krin vetëm me një model, se ju ke besatu Zotit tanë dhe ke thonë vetëm Allahun e adhuroj dhe me një model Muhammedun Rasulullah. Përse po hove këtë dhe anshkush me in islam ti thave, unë e adhuroj Allahun me modelin e pejgamberit Allahut, nuk vjen me mësu sunetin e pejgamberit Allahut. Para ta Ibn Jauzi thënde, shejtani arrit qëllimin kur ta fiket dritën e sunetit, nga se njerëzit ngelin e rësir, pastaj ai manipulon me to si të don. Pra vëllezër të ndërshëm, kjo zgjati një shekull thuajse prej 1917 dhe në vitin 1991. Ra komunizmi dhe marksizmi, mirë po mgelën betorinët e tyre sot e kësaj dite tentojnë atom që në shesin për Allah dhe kishte faktori ditë që mjelli shejtanin mesin e umetit në vend se miqësia dhe armiqësia të ngritën në bazë të fesë, miqësia dhe armiqësin e ngritën në bazë të racët nacionalitetit. Për ata dikush sot në shet për Allah dhe tenton mu bo nacionalist më tepër se sa e ka preferuan apo e ka leju dini Allahut Azza wa Jall, teton me ndon ai se me plis ka me bon fet, ndërsa na e dim se ai hajdut ka qenë, hajdut ash, hajdut do t'jetë, a ka qenë frikacak, ash frikacak dhe do t'jetë, tradhtar ka qenë dhe tradhtar do t'jetë. Mirë po na ndodh ajo që thonë të pejgamberi Allahut se yati ala nasi sanawatun khaddaat, njerëzit kanë mi përjetu disa shekuj mashtruas, ne jemi duke i përjetu dhe unë i shfletova
Shenjat e kiametit dhe vogla i gjeta se në shekullin e kaluar, shekullin 20 vëllezër të ndërshëm, kja është shekulli shejtanit sipas shumicës së dietarëve dhe unë i takoj këtinve. Pra shekulli shejtanit është shekulli 20. Shekulli 20 ka qenë shekulli shejtanit, nga se janë shfaq 90 shenja të vogla të kiametit nga 150 shenja që ka para lajmëru pejgamberi Allah. A nuk thonë të pejgamberi Allah se dilloj njerëz i kanë pa në xhenem, a mocini jam si ka pa si për faqen e tokës, kush janë ja Rasulullah këto? Tha një palë pe atinve, tha janë disa njerëz se bartin me vete bishtet lopës, edhe ato i rrahin njerëz me të drejt dhe të pa drejt, bojnë zollom si për faqen e tokës se unë jam pushtetar, unë jam me mandat, unë jam me imunitet, unë kam të drejt, ati s'ki të drejt, ati e njeri rëndom. Lea të ndërshëm i rrahin, i bojnë pa drejtësi, maltretojnë, njerëzit këto janë ato që pejgamberi Allah nuk i pa, po nuk u pa dhe gjatë historisë, përveçse shekullin 20, njerëzit u ekzekutuan në Ballkan, derisa na erdhi pari jon, që na i thëjsh mi xhaxha deri gje, po sot shumë zemra i thojnë ende xhaxha e në verd. 1967 i pari që e shpalli shtetin ateist dhe i rënoj kishat dhe xhamit dhe i eliminoj dhe ekzekutoj vëllezër të ndërshëm hoxhallar, për këtë arsye vëllezër të ndër ta kuptoni misionin e shejtanit dhe ta kuptoni madhninë e Allahut Azza wa Jall, se pejgamberi Allahu në mënyrë detale na ka treguar se kjo do të jetojë, do të ekzistojë sa don Allah, jo sa dojnë ato, s'kan me qëndru ato sa dojnë, mirë po sa don Allah. Dashtët dhe komunistat të jenë të përhershëm, Allahu nuk ja mundsoj, boni Allahu Azza wa Jall sebebe, as komunistat e as marksistat s'mundën të mbejetojnë ma shumë se don Allahu Azza wa Jall ato u shujtën. Neve nuk në ka ngel diç tjetër vëllezër të ndërshëm, vetëm me ardhjen e sistemit të ri, ateizmi, sekularizmi, liberal, nëse komunizmi na pushtoi të rrupat, erdhe liberalizmi që na i hapi të gjillëdir dhe na pushtoi të runin dhe shpirtin, na i hapi edhe na i hapi epshin, e hapi imoralitetin, gjithashtu vëllezër të ndërshëm, kamota është një ndër elementet kiqe që Allahu Azza wa Jall na tregon dhe thot pejgamberi Allahu se ka me ardhur një kohë që ai që s'ka më përshin kamot, ka me përshi pluni apo avli kamotës, e atë zaman kur ta shif zhullai dashër musliman priti ditët në vijim, se këtë nga dhjen islami, si që thonte Ibn Qayyimi, se islami, akidja dhe besimi i përngjet, sikur se Allahu e ka përshkujt në Kurani Kerim shkrumë në detit, pra e kota si shkrumë e detit, derisa njeri bindet se do të përmbizë rruzullin toksor. Njerëzit të cilët janë imanlisht mendojnë se ka me përbiz mbar botën e keqja do të mune të mirën. Mirë po thot Ibn Qayyimi se e vërteta haki, akidja dhe besimi është sikur uji pasta që i sjell dobi, ajo do të ngelen, ndërsa shkuma dhe bardhoket do të shkojnë në historinë e mbeturinave. Pra vëllezër të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall prej viteve 70-80 ka filluar rinia sërish të i kthehet xhamis, ka filluar statistikat të shtohen, ku Allahu Azza wa Jall gjithashtu se magjin e magjistarve ateist i kanë poshtën Allahu Azza wa Jall, ku ata e shpikën dhe na i pronën internetin për ta shfaq keqen, për ta shtitë të keqen në çdo shtëpi. Mirë, Allahu Azza wa Jall e boni mjet që Islami po hyn në çdo shtëpi. Si tha pejgamberi Allahu se Islami ka me depërtu, ku ka depërtu dita dhe nata, s'ka belon Allahu Azza wa Jall një shtëpi të ndërtuar me tulla, pra një qytet, apo një shtëpi çadër e ndërtuar me lesh në fshat, vetëm se Islami ka me depërtu. Barzit e Islamit janë dilloj, ato që krenohen me Islam dhe ato të cilët e ofendojnë këtë Islam, Allahu në fund do t'i krenon ata të cilët krenohen me këtë din dhe do t'i posht ata të cilët e përbusin dhe ofendojnë këtë fe. Lusim Allahun Azza wa Jall që shekulli shejtanit sa më parë të mbëron dhe të përfundon, dhe këto janë shenjat të cilët do t'i përmeni në hibesën e hitbës së ditë. Vetëm shenja ka fillu e përmbisjes së
shekullit të shejtanit dhe nga dhgjimit të islamit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, një ndër alarme që tregon se ka koha e perëndimit të shekullit të shejtanit dhe lulëzimit të islamit. Vëllezër të ndershëm, nga dhënimi dhe çlirimi i Shamit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse prishet populli i Shamit s'ka hajër për ju. Pra vëllezër të ndershëm, ka qenë një sistem 50 e disa vite i prishur, për ata s'ka pos hajër dhe në mesin tonë. Përdesa në ato vende përpiqet që do të ketë hajër inshallah dhe ummeti ka fillu të shërohet. Kja vëllezër termometri që na e mosmi rizgjimin e islamit dhe forcimit të ummetit të muslimanëve. Dhe jo rastësisht vëllezër të ndeshëm vrapojnë liderat e botës në samitin e natës të Ankaras dhe bojnë aleanca të ndryshme me muslimanët e parën herë në historinë e muslimanëve të këtij shekulli. Pra vëllezër të ndeshëm, këto aleanca që janë bën, ato të cilët ne kanë shfaq janë vetëm 1% se asaj të cilët është në tavolinë. A bashkëmendon se ata kanë vrapu për hatër dhe për nder të filonit, faktikisht se ai 86 vjet ki lepotoni dhe ki misi, une po kam qef me prezentu se është ai se për ndryshe s'kisha prezentu. Jo vëllah, po kanë arë me bo aleanca qish pejgamberi Allahu da paralajmëroj se musliman do të bojnë aleanca me romakët për të luftu armikun e përbashkët pas tyre. Kështu thot pejgamberi Allahut, pra ne jemi pranë këtyre ndodhive. Pra vëllezër të ndershëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall e ka beku tokën e Shamit dhe banorët e Shamit. Thot pejgamberi Allahut, Allahu ka dërgu me lek që mbrojnë dhe ruajnë këtë vend. Pra lulëzimi islamit nuk do të triumfon as prej Turqie, e as pi Afganistanim, e as pi Indonesie, e as pi Malezie, po islami do të triumfon nga tokat e Shamit, nga se pejgamberi Allahu na ka paralajmëruar, nëse ka hajër në këtë trup të këtij ummetit, do të ketë hajër i gjithë trupi muslimanëve. Nga dhënimi vjen nga ky vend, a dini vëllezër pse Allahu azza wa jall e ka bë triumfimin nga ky vend, dhe Allahu azza wa jall këtë vend e ka bë varr dhe prerje të di krahorëve të shejtanit, krahorin e inteligjencës, krahorin e ideologjive të shejtanit, do të jenë, do të prehen, do të shartohen, do të shkurtohen në këtë vend, gjithashtu dhe do të ketë disfat e krahut tjetër ushtarak të shejtanit në këtë vend. Kështu ka tregu pejgamberi Allahut, dhe në hutbën e ardhshme inshallah do ta detalizojmë se si do të prehen krahët e shejtanit në tokën e Shamit. Pse Allahu azza wa jalla boni tokën e Shamit, tokën e bereqetshme të mëkatshme, pse se boni Islami të gavgjin nga Mekka, ku buroj nga Medinja, po e boni në tokat e Shamit. Do të flasmi në hutbën e ardhshme me emrin e Allahut azza wa jall. Mirë, po ju paralajmërojmë se ka fillu të triumfon Islami, bashkangjitu dhe vrapo. Ti bashkangjitësh karavanit të Islamit dhe mos u ban shkak që Islamin e dobëson, mos u ban shkak që Islami dhe triumfimin e Islamit e vonon, se nuk ka ikje për shkak se filozofët botëror e shfaqën dhe thanë se rendi i ri botëror është i dështuar. Rendi i ri botëror është i dështuar, do ju tregoj dhe në hutbën e kaluar pse është i dështuar, dhe si na njoftoi pejgamberi Allahut ndodhin që do të ndodhin që tha pejgamberi Allahut se ki Islam dhe ki din është në hajër dhe mirësi, përderisa i udhëheq ato 12 halife, të gjithë do të jenë nga Kurajshët, dhe unë i takoj mendimin se 5 apo 6 vetëm kanë ardhur, ndërsa tjerë do të shfaqen në tokat e Shamit në ditët në vijim, dhe për këtë temë do të flasmi në hutbën e ardhshme inshallah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.